Numri të sëmurëve me zemër në Vlorë ka shënuar rritje. Gjatë një interviste për Blu Televizion, mjekja kardiologe Suela Spahiu thot se numri vizitave për probleme kardiake është në rritje të ndjeshme. Çdo ditë në klinikat kardiologjike paraqiten 10 pacient dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre janë të rinj. Të flasim për smundshmërinë kardiake, e cila është e shtuar. Është e shtuar jo vetëm në numër, por është ulur edhe mosha mesatare e prekjes së pacientëve nga këto sëmundje. Ne zakonisht në ditë kemi një numër të lartë vizitash që arrin në 25-30 vizita ambulatore, të cilat I shohim për të bërë kontrollin mujor, për të parë terapinë, për të ndjekur ecurinë e tyre, pra njihen si pacient. Ndërkohë ka pacientë të cilët vinë në kushtet e një emergjence kardiake, mund të jenë 10-15 në ditë që paraqiten në urgjencën e spitalit. Këta ka nevojë për hospitalizim, për ndjekje, ka nevojë për ndoshta edhe për ndërhyrje, një pjesë të tyre ne I transferojmë. Pra është një numër I lartë pacientësh të cilët gjatë ditës kërkojnë ndihmën e mjekëve kardiolog. Kështu sipas kardiologës, në katedrën e kardiologjisë në poliklinikën e specialiteteve sëmundjet e zemrës nuk janë më të lidhura vetëm me moshën e tretë, por gjithnjë më shumë po prekin dhe moshat e reja, po cilat janë shkaqet sipas Spahiut. Sëmundshmëria është rritur jo vetëm tek ne në gjithë botën dhe shkaqet e rritjes së sëmundjeve kardiake mos pari duhen parë tek mënyra e jetesës. Pacientët të cilët paraqiten tek ne në shumicën e rasteve bëjnë një jetë jo të shëndetshme, një jetë sedentare, shmangin aktivitetin fizik, përdorimi I makinave gjatë gjithë ditës, shmangja e ushqyerjes në shtëpi, përdorimi I fast foodeve dhe ushqyerjes së shpejtë, por jo të shëndetshme, ka ndikuar që të zhvillohet hipertensioni dhe pastaj edhe ndërlikimet e tij, të cilat janë problemet kardiake dhe edhe neurologjike. Ajo që vije të re kohët e fundit është grup mosha e pacientëve. Janë pacientë të rinj, po themi adoleshentë dhe studentë, të cilët shfaqin probleme kardiake që nga hipertensioni, aritmit kardiake dhe po të marrësh një anamnezë të kujdesshme dhe t'i pyesësh, ata janë njerëz të cilët abuzojnë në shëndetin e tyre, në kuptimin që qoftë nga ushqyerja, pra përdorin ushqime të yndyrshme, me yndyrna të dëmshme për shëndetin, përdorin gjithashtu substanca. Ka filluar përdorimi I substancave në moshë të hershme dhe ato janë shumë të dëmshme për zemrën dhe për gjithë trupin, por në veçanti shfaqen me problematikat kardiake. Përdorimi I hershëm I duhanit, përdorimi I hershëm I alkoolit. Po kështu abuzimi me celularët, me kompjuterat, qëndrimi për orë të gjata përpara tyre, duke shmangur edhe atë orën biologjike, duke të njeriu, duke shkurtuar orët e gjumit, ata mbilodhen. Dhe kjo sjell një lodhje kronike e cila më pas shfaqet edhe me palpitacione, me rritje të vlerave të tensionit arterial. Nuk janë të pakta rastet kur kemi 15-16 vjeçar cilët na vinë me tension të lartë. Pra nga mënyra e jetesës, ushqyerja e pashëndetshme, stresi I përditshëm, përdorimi I substancave si duhani, alkooli e deri te trashëgimia familjare, faktorë të rëndësishëm që stimulojnë sëmundjet e zemrës, ndërsa kardiologja apelon veçanërisht ndaj të rinjve. Këshilla ime në këto raste, çdo njeri do duhet të bëjë një kontroll të rregullt tek mjeku I familjes fillimisht dhe pastaj edhe tek kardiologu. Duhem parë nëse ka një simptom, ai nuk duhet ta neglizhoj. Pra, nuk duhet I vëmë emrin vetë sëmundjeve, që këtë mund ta kem nga kjo, por duhet paraqitesh tek mjeku dhe aty në bazë të kontrollit që bën mund të përcaktohet nëse ka një problem të thjeshtë kalimtar apo është një problematikë kardiake që duhet e zauruar më tej. Grup moshat të cilat duhet fillojnë kontrollet, pra janë që mosha 14-15 vjeçare dhe sidomos ata fëmijë apo ata prindër të cilët e dinë që fëmia e tyre abuzon, e dinë ose që ka një sëmundje kardiake në trungun e tyre familjar, pra kanë hereditet për sëmundje të zemrës, këta duhet kërkojnë ndihmën e specialistëve. Po kështu stresi, kjo grup mosh përballet me një stres të shtuar në jetën e përditshme dhe mos kërkimi ndihmë që në momentet e para
tek specialistët edhe për shëndetin mendor bën që të agravohen dhe ata ta kërkojnë zgjidhjen tek substancat, tek alkooli, tek duhani, duke sjell problematika të tjera shtesë. Këshilla ime në këtë ditë do të ishte të jemi më të kujdesshëm me shëndetin, sidomos me problemet e zemrës. Zemra nuk fal, kështu që dhe ne duhet jemi më të kujdesshëm, të kërkojmë ndihmë kur shikojmë që diçka nuk shkon, të takojmë mjekun e familjes, më pas edhe kardiologun, për të parë nëse mund të parandalojmë problemet cilat më vonë agravohen dhe na kushtojnë shumë. Zemra nuk fal, mesazhi i bluzave të bardha, të cilët theksojnë se kujdesi për zemrën duhet të nisë herët, ndërsa asnjë shenjë nuk duhet të injorohet, e qytetari duhet i drejtohet menjëherë mjekut kardiolog.